Mirëmëngjesi të gjithë. Mëngjesi të gjithëve, gabimi më i madh është se kam fjetur me rimel, nuk duhet ta bëj këtë. Nuk e di pse kam zërin kaq kështu. Në fund u bëra mbar që te vlogun e ditëlindjes, e di që kam ngelur shumë brapa, por duhet më kuptoni sepse edhe unë nuk kam kohën e botës. Se jam në shkollë, jo po duhet merrem me shtëpinë, jo po përveç shtëpisë kam edhe punë të tjera. Për poqa e hodha, e postova, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Të çohem të ha mëngjesin, do ikim në fund të heq thonjt dhe do t'i lë të marrin ajër, se nuk do t'i bëj dër nga vera, se pastaj në verë i bëj vërtet të gjata. Ika në palestër dje, edhe pse vonë ikëm, nuk e lam, llogariteni jemi kthyer në ora 10 në shtëpi. Po për aq sa shkoj, kam parë një ndryshim. Atëre, siç po shikoni, po bëhem gati për në shkollë, më saktë heqjen them pasaj për në shkollë. Mendoj që një nga... po i bëj flokët më shkum. Një nga... si më të them? Shumë e bukur të rrish të flasësh, të komunikosh për një tematik të caktuar tër kohës. Nuk e di, ndonjëherë më duket shumë, por është gjë e bukur, më pëlqen të flasësh, edhe të flasësh, jo të flasësh budalliqe. Jam të kjo që të flasësh për tema të veçanta, të rish deri zgjuar vonë edhe të komunikosh gjëra të bukura. Për shembull, unë tër kohës mezi pres që të vinë shoqet e mia në verë ose familja ime, edhe të rim, të jetë verë, edhe të rish në balkon ose në verandë ose në plazh, edhe të jesh duke folur për gjëra të bukura, për të sotmen, të jesh falenderues. Nuk e di, për mua është vërtet gjë shumë e bukur. Një gjë tjetër që kam kuptuar si përdoruese e kremrave, edhe pse duhet të marr disa kremra që më duhen për tani në verë, për shembull SPF dhe këto, kam kuptuar që thellë në vetvete nuk të duhen shumë kremra. Por përpara kam qenë ai personi që të marr këtë, po jo. Në fakt, të duhen kremra minimal që ta bëjnë lëkurën vërtet mirë dhe kaq. Do thosha e kam qef, si me thënë, të jesh ekstra, po jo in that way, jo të jesh maksimaliste, po as minimal. Kam hedhë shumë. Bravo, Ila. Është për rrethët e syve se i kam skandal. Siç po thosha, nuk dua as minimale, po as maksimale. Do të thënë, e bukur në atë mënyrën e vet. Unë për shembull, po ta kisha shtëpinë time, nuk do e doja shumë të ngarkuar. Jam në shtëpinë time, po është tjetër gjë kur jemi qerade, është tjetër gjë kur e ke shtëpinë tënde. Po flas tani për një të ardhme kur unë të kem lek, të jem luks, tani po mundohemi të përshtatemi me kushtet që kemi. Nuk e di, kam ndryshuar shumë në mendime, si kam qenë dhe si jam, dhe besoj do ndryshoj. Do të thënë, njerëzit ndryshojnë. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse zhvillohen e tjerë. E di që gabimi më i madh kohët e fundit është sepse kam kohë pa lexuar libra dhe kur flas për libra e kam llafin për libra jashtëkollor, jo për libra që duhet t'i lexoj sepse më duhen për shkollën. Për libra jo për financë, për ekonomi, për libra që ty vërtet të zhvillojnë shumë si individ, në mendime, në mënyrën si i sheh gjërat, në perspektiva të ndryshme dhe mendoj që duhet të filloj të lexoj libra dhe pyetja lind, si do t'i lexoj librat unë? Do t'i lexoj në shqip, do t'i lexoj në anglisht apo në greqisht? Unë njerë këtu nuk e di po do gjej libra shqip, po me shumë mundësi do jenë greqisht ose anglisht. Duke bërë, por mirë do ishte që të merja një libër dhe ta lexoja para se të flet. Mendoj se do ishte shumë gjë e bukur, se a kupton, futesh në atë botën tënde dhe pastaj fles si qenj, se vërtet është shumë gjësi e bukur. Po vendos kremra se duhet që vërtet fytyra ime të marrë pak ajër. Gabim shumë i madh që kam fjet me qerpikët e lyer.
Okej, nice, vesha xhaketën jeans edhe mëra këtë çantën e madhe sepse mund të bjeri shi. Shpresoj mos të bjeri shi që mos të lagem kur të vi, por mbetet në dorë të kohës. Pyr këtë të thonjve kam afër me lagjen, i hoqa thonjt, ndihem shumë clean dhe vesha xhupin sepse është ftohtë. Ndihem mirë, kisha kohë pa i pasur thonjt kështu, edhe më pëlqejnë sepse i kam vërtet rehat. Edhe ti lë pak të marrë në ajër, sepse du t'i bëj përsëri në verë, dhe kur i bëj në verë, nuk i bëj të thjeshta. Kështu që, po, presim verën. Ti shta shqyqyre kam afër këtë të thonjve, vesha xhupin sepse që nga pak si freskët. Sa po mbarova në shkollë edhe po më plas koka. Nuk e kuptoj vërtet se si ikën ora. U kreti nuk e thënë hajtë ky vlog, apo ke thënë? Ase maj men jam shumë i lodhur. Say hi. Isë more. Hi. Hi. Një për palestër. Hëngrëm pizza edhe tani do t'i tresim pizzat. Dhe folëm edhe me të shtëpisë time, të Klajdit, kështu që koha ikën shumë shpejt, nuk e kuptoj fare, po gjithsesi ne tani do ikim në palestër dhe sot kemi shpinën. Sot kemi shpinë biceps. Bravo, Igo. Kur them Klajdi, ka marrë një atitudë Ajminit. Po shlidhe ka atitudi. Ka marrë atitudë, ka marrë. I thash do ta mbyll unë. Do ta mbyll. Po bën 10 minuta dhe po mret drita syt. Edhe vë syze dielli, literalisht në mes të dhomës. Normal. Turp të kesh, Klajdi, turp. Fare. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Dhe guess what, guys? Nesër Klajdi ka ditëlindjen. Thinking something që t'i gatuaj ndonjë gjë të mirë, të bëj ndonjë gjë cute. Nuk e di, do shikoj duke parë duke bërë. So we're at school right now. Hi. Na bëf të mirë. Pis Klajdi për Selanik, po s'duket. Nuk dukesh, Klajdi. Erdha në shtëpi, mbarova punë tek shkolla dhe kjo është nga mami Klajdit me motrat. Është çokoladë me liker, por already kanë vajt e gjysma. Qa të bëjmë tani? Tani këtu është dhuratë që shumë më pëlqeu. E doja një çantë, kështu që për mua është fix, e bardhë, verore. Tani, një minut, hapet kështu dhe brenda ka kartolinën që më ka bërë motra e vogël e Klajdit, që shumë cute e ka bërë, është kështu edhe hapet. Dhe ka thënë, Ilva të kam shumë gjanë, gëzuar ditëlindjen, u bëfsh edhe 100, edhe me një trëndafik. Shumë cute, këtë të thambaj, do ta kem kujtim. Është në formë të tillë, në formë zarfi dhe me emrin edhe me zemër. Çantën e hapa normalisht e pash, që te kafja, edhe brenda çantës kishte këtë që është si mini portofol, që edhe kjo shumë më pëlqeu. Që për shembull nuk dua unë të mbaj çantë ose ku di unë, këtë edhe mund ta marr te varësi çelsa, dhe që ti kem bashk. Edhe shumë praktike, shumë komode. Mbylla tani se ishte i zoti shtëpisë që na mori në telefon. Dhuratat e ditëlindjes nuk kanë mbaruar akoma. Kur them nuk kanë mbaruar, vërtet nuk kanë mbaruar. Ditëlindja ime zgjat një muaj. Shumë cute, më pëlqeu shumë dhe këtë kartolinën do ta ruaj. Kartolina thon, even if you'll be 4,000 miles away, you will always be close to my heart. Estra. Edhe ka thënë 4.593 kilometra. Të me thënë njerëz të dashur, distanca nuk do të thot asgjë. Kjo është për meshkuj në fakt, në qoftë se ai do donte do ta bënte, po për mua ka shumë rëndësi për shoqërinë. Ndoshta ka të bëj fakti që kemi që 10 vjeç njihemi, nuk e di.
Por, di të them që më pëlqen shumë fakti që e di shijen time. Janë këto vëthët që janë shumë të bukura dhe doja të merja si këto. E doja për në verë, bashkë me këtë... Bravo, Ilva. Bashkë me këtë varsen janë set. Në fillim e pash dhe mendova se ishin vetëm vëth, po pastaj pash ishte edhe varse, se kishte hiku për lart. Kështu që për në verë, këto do jenë seti perfekt. Edhe Klajti ka marrë dhuratë, po e tim që më pëlqeu të dhurata Klajtit se hapa, kishte Rafaelo. Doja hauna. Ta bukur? Se nuk merr atë telefonit asnjë rast. Mund të na tregosh Se pak? s'merr asnjë rast tripod. Dhe tani Klajti të tregoj dhuratën e vet. Pse nuk merr as tripod as vajzë? E mo... Duke pritur që Ilva të gjej një vend për telefonit. Do zjasë e pak rripi. Tani, dhuratën time Ilva ma tregoj që më kam bërë, po ma tregon të nesër do ishte mirë. Mama, nuk më duroj. Vështë të. Atëherë, këtë çantën, marsupin. Se Klajdi besoj e keni kuptuar që i ka qef këto që janë Unë i kështu. vej I gjithmonë përdor, këto ku marsupet. del, ku kështu. Sa herë që dal, dhe më Edhe më zgjuar. pëlqen, është e bukur. Okej, prit se që ka pak i ngushtë të hapa saj. Po që kam këtë marsupin. Edhe këto që do i hauna. Jo. Prit, janë brenda çantës time. Po nuk ka lidhje, o Klajdi, të dy nga një gjëra. O Klajdi! Kamerat nuk do kesh asnjë. Janë të mia. Ua, sherr në... Gëzo për momentin. Gëzo për momentin. tani, Po, normale... Dhe dhurata më Kemi dhe një part special. dysh. E tregova dhe timen. Unë e kisha një Dhurata të më verdh. special. E tregova, është njësoj si e imja. Mua më ka bërë trëndafil. Klajdi ti ka bërë zemër. Janie. Zemër me love. Me shigjet. Dhe Nini Lalit. Okej, unë më vjen pas 12, s'po që e hapa që sot. Falenderoj Ninin e Lalit. Po sa jojnë pak shpejt edhe to iki me Klajdi që kam dark. Nga që është dark, thash po e vesh të pak me lezetshëm, do shta se frim pak tjerë. Flokët skandal e di se duhet të larë. Më në fund në shtëpi, jam Jo, s'kemi arrit akoma në shtëpi. Po shkojmë. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Injoroni mirë gjendjen time katastrofike. Uroj edhe 100 të bëhet. Jam shumë me fat që e kam në jetë. Jam shumë me fat sepse vërtet jemi bërë si për njëri tjetrin edhe plotësojmë gjysmën e njëri tjetrit. Do ikim base sa ajo i do të ndonjë gjë, se akoma nuk kanë hedhur bursën, kështu që I got no money. Edhe mendoj që do ishte diçka cute, sepse mendova për të. Në vonë, mendoj të t'i blej një dhuratë. Sa po mbarova me krem, me larjen e dhëmbëve, do bëjmë shpejt gati që të shkoj të dalë. Super thjesht, gjinse, jelek, ky kropi, kjo bluzi atje është gri, çanta e bardhë që shumë më pëlqen se është praktike dhe atletet e bardha dhe hikëm. Normalisht ascensori famoz. Më falni, çfarë është kjo ko? Mund ta di pse është kjo ko. Supozohet të ishte diell. Po pres të jetë diell dhe shpresoj që nesër sidomos të jetë diell, sepse nesër është e diell dhe e dielja është dita ime e shenjtë kur unë dal dhe e shijoj ditën time në maksimum. Ndjem shumë keq, pse okej, është diçka cute, sepse doja t'ja bëja, sepse nuk doja ta lija pas gjë dhe bëra diçka të vogël simbolike si gjë që ka për ditëlindjen, por I tried. Por premtoj që do t'i bëj një dhuratë të bukur, më mirë vonë se sa kurrë. Shpresoj t'i pëlqej. Do me thënë do ta hapi njëra ai, pastaj do ja tregoj juve. Vërtet shpresoj t'i pëlqej. Atëre, si përfundim Klajdi erdhi në shtëpi, tani po përgatis sufle që shpresoj të dalin të mia, po nuk dolën të mira, nuk ka shanse, nuk do t'i tregoj në vlog. Nuk do të tregoj dështimet e mia në vlog, a kupton? Do të tregoj vetëm gjërat e mia që të dukem që po përpiqem. I'm trying. Se ke diçka nuk do të thotë që is your day. Okay, is your day, po a kupton? Nuk është se është a day që duhet të them po për çdo gjë, që ta dish.
Kur të vija një ditë ka kohë. E kupton, kur të arrijë një 1000 subscribers. Po ti si po ja? Se po bëje ASMR. Nuk ka shi vdiqja që të them që këto janë lejsat më të mirë. Edhe nuk ka që do t'i marrë në njëherë me që të them po më hajt një lejs me hudhër, kështu që një 7 nga 10 mendoj se është shumë. Prisja më shumë. Your opinion. 6 nga 10. Nga lezat më të mira që më pëlqejnë se nuk është se kam qef. E lezat. Nëse. Me djath janë të mira, me krip, me xaxik. Xaxik i pire, i zon top. Edhe me barbecue me ketchup më pëlqejnë. Në mirë është me xaxik. Nuk kam qef ato patatina të rufles që janë me ketchup, ato janë on top. Ato dhe Pringlesat me qep. Kristo kushërin, jemi njësoj në këtë fushë. Normalisht që suflet do t'i tregoj se nuk dolën dështim, dolën në sy duken të mira tani, nuk e di po të jetë dështim kur t'i ham. Bëra sa si të vogël, nuk e di pse më dolën 5 dhe jo 6, po të paktën e bëra tamam. Edhe ta kisha kap një foto Klajdi? Faleminderit. Magjin që bën suflea për herë. Po, shpresoj, mos jetë dështim, se jo nuk do jetë. Okej. Mos më thuaj që është bërë kek. Është bërë kek. Kek. Prandaj tash nxirri. Nuk. Më para, sepse ne kemi një sopë që i pjek gjonat shumë shpejt, ka shumë fuqi. Tani s'është e nxehtë. Jo, duhet provuar se po si më doli më fin. Thash unë pa e provuar. Ja, kjo Është e nxehtë. po mërzitare, se prisja. Nëse, ndoshta mund t'jetë e mirë në shija, kupton, mos jetë. Provoj di se unë nuk du të përvlojnë, me sa ka dalë nga furra i ka hap. Shiko. E keqja nuk është, a kupton, po thjesht se nuk ka dalë ashtu në paraqitje. Kështu që momentalisht do bëj pak make-upin, do ju tregoj më vonë dhuratën e Klajdit. E do bëjmë gati sepse nuk e dia, po Klajdi thot që ne do dalim për darkë. Doja thjesht ju tregoja pak fitin, sepse siç e dëgjuat, Klajdi ishte duke bërë telefonata, e shoqe fëmijërie dhe njihemi familjarisht dhe erdhi me një tort, por aktualisht torta është kjo. Na bëri dhurat një panoram që ishte shumë e bukur për në shtëpi, që shumë më pëlqeu. Gjithsesi ju tregova fitin e të vesh atletet, palton, çantën dhe ndoshta ikim për sushi. Sa i kjerët Max? Super kënaqëm, ja super vlejti, ne nuk dukemi fare dhe jemi ngopur se vërtet kishte shumë, kështu që i morëm me vete. Ka hik ajo koha që do risha, do ashu. Ka ardhë një mosh tjetër, tani u plaka, u bëra 22 vjeç. Po, Klajdi Dua plakë të flej herët. Ja, sinqerisht jam mësu me një orar gjumi që qonë që nga ora 5:30. Edhe unë qënë në 8. Okej, 2 orë gjys diferent. Por e kuptoni iden. Nga ora 11, do me thënë se ka që orë gjumë bëjnë. Edhe në orë 11 unë jam në gjumë. Maksimumi 1:30, po është shumë bon tani. Thjeshtë që të thonë, jo t'jemi me Më ka Neva zënë Silva. sushi. Më ka zënë sushi me vërtet. Apo, Ha, u kujtove. Ilva do heqi make-upin, do bëj gjoj tjetër. Jo vlla, jo. Do futem, do laj dhomët direkt gjumë, Po mirë s'ka pra. nevojë. Po si ku qo me i kap ty. E madhe fare jam. I kisha bler një pako familjare Klajtit me çokolata Kiss. 4 Për copë ditëlindje. ishte. A ishin të mëdhaja Klajti boll. Keq, ku e ku të mëzirë është keq? Ishin Ato tamam ishin. 4 copë tamam. Apo a lexonte pako familjare? Po familjar 4 copë, një babi, një mami, një fëmija tjetër. Po edhe një qeni. Dhe më nxjerri keq Se do. jo, vërtet një doja nuk është, që doja më shumë. Bravo, shqyr, se fillojmë pasaj. Dhe tani është rand.
Por premtova që do t'i blej një dhuratë më të bukur. Kjo ishte në shenjë simbolike. Po i këtë dhurate, unë Se mre me cepin e kësaj. Falë, se po shifja bicepsin. Me që është e djetë, do rrim krevat. Ki të dalim, po do rrim sa dum. Po, edhe fjetëm, edhe u quam, edhe u shtim prap krevat. Tani do ham lakta. Prit, se nda se s'ka. Më kapi tamam. E për pak do dalim në kafe. Jemi më vonë se ende po parazitojmë. U veshëm, u bëm gati këtë pranver besoj e bardha, e vera. Dhe tani po dalim. Kështu kur ashensori është i vogël edhe kur i lëm plerat bëjmë plot. Në koment. Nuk e koment, nuk do të frasësh. Jo, thjesht jam bo shumë. Kemi dhe koshin e vogël, qeset e vogla edhe rrimaj 3-4 qese. Para një vit. Para një dolëm edhe për kafe. Ja. Prandaj u rrej këtë lloj syze, si më ngec në flok. Me thënë dolëm edhe për kafe, tani jemi të veranda, po shihim të diellin kështu. Edhe ndoshta dalim prap. Ndoshta dalim prap se a kupton, është e diell. Mëngjesi të gjithëve. Klajdi është në banjë dhe prandaj dëgjohet kjo zhumë, po nese. Mund të shikojmë që koha është pak si me re, po shi nuk të bjeri, po është kjo koha që është e zymshur dhe nuk më pëlqen. Sa po ndrova çarçafet, e mira është të ndrohen shpesh. Vura edhe një lavatriçe me ngjyra, edhe tani do ham mëngjesi. Dhe kjo është gjendja, dhe më thënë, u veshëm për në shkollë. Thjesht, ju kam thënë, koha keqe, mudi nuk është aq i mirë. Okay, nice. Je vërtet për të vrarë. Nuk e dija që ky kishte filmuar, po isha thjesht një vogël time e futuar. Ka se 2 sekonda është. Okay. Okay, we're ready to go to school. Ja, kjo është energjia që të duhet në mëngjes. Është më kap në njëherë algoritmi i kodium. Sot do me thënë menuja shkollës ka makarona me kërpudha, me djathë, rana, të sallatën, me pak bukë. Edhe këto i quajnë si grunja, janë si tip qibukash edhe një mollë. Do me thënë, neve zjodhëm to se kishte qiqra, kishte filli, kishte pilaf me kofsh pule, neve zjodhëm këtë sot. Klajdi nuk është mirë tani momentalisht, po ben... O, Klajdi, po shkri tharaj! Po, nuk shika kjo. Klajdi nxjerrë makaronat që janë për orizi që është për sup, edhe thot da bë pilaf. Dhe do me thënë, Klajdi po gatuan, po na ben pilaf me pull, se të ham mirë, shëndetshëm që të shkojmë në palestër. Po e le telefoni këtu, doja të ndihmoja Klajtin që t'i gjira lugën e drurit se nuk e dim ku është, e kuptoni në shtëpinë tonë ka unë luga drurit. Do me thënë, unë kur gatua nuk dua njëri afër, e them ik, bëj këtë ik, që t'i gjetë çdo justifikim që mos jetë afër meje. Edhe akoma s'të kam gjetë lugën e drurit, që shpresoj ta gjej. E shef vetën si i kur gatuar. Shu i gjithë kohë të më. Ik, largo! Kush ka bërë kështu? Ua, qimën tra, bo, degeneruam vetën këtu në vlog. Atëherë ky është pilafi që është shumë i shkrifët. Kjo është fileto e pulës. Dhe fileto e pulës nuk rezistova dot. E provova në pilafi të shi. Por në fakt, edhe pilafi shumë mirë, por pula më e mirë. Të du më shënduar Klajdi. Faleminderit, për normal që nuk krahasohet pula me pilafin e këva. Çaj ke këto?
Fatkesisht nuk kam mundur do të filmoj dhe në ato ditë ka raste ndihem mirë, ka raste ndihem keq, edhe kjo ishte një nga ato rastet ku unë isha pa qef fare dhe nuk kisha si të filmoja. Tani u lava, kështu që më duhet ta editoj këtë video që ta shikoni juve, por neve do shifemi te videoja e radhës.